Duket që banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 e kanë nisur vitin e ri mbrapsht, dhe kjo për shkak se në shtëpi kanë ndodhur debate të ndryshme. Megjithatë, ai që ka tërhequr më shumë vëmendje ka qenë ai mes Kristit dhe banorit më të ri, i cili ka qenë ish konkurrenti përputhen, Caseyt. Situata në Big Brother VIP ka eskaluar me shpejtësi, duke sjellë një përplasje të fortë fizike dhe verbale mes Kristit dhe banorit të ri, Caseyt. Debati nisi kur Kristi filloi ta ndiqte Caseyn nëpër shtëpi, duke i kërkuar llogari për sjelljen e tij. Tensioni arriti kulmin kur Kristi e lagu Caseyn me birrë, veprim ky që ndezi një shkëmbim ofendimesh të rënda. Kristi e akuzoi Caseyn se po merrej me burrërinë e tij dhe ka thënë te ishe nga ata që dije respektin dhe limitet, nuk merreshe me burrërinë time. Por fraza që shokoi banorët dhe publikun ishte shpërthimi i Kristit lidhur me provokimet e vazhdueshme që pretendon se ka marrë. Ai ka thënë, mua më fërkon dhe filloi dhe të derdhe unë pastaj, në rregull? Ai e ka ofenduar atë duke i thënë pler. Ky debat ka ndezur shumë diskutime në rrjetet sociale dhe pritet që Big Brother VIP dhe produksioni të marrë një ndëshkim. Sipas të gjithë komenteve në rrjetet sociale, Kristi duhet të dënohet pasi ka prekur fizikisht Caseyn. Megjithatë, të tjerë mbrojnë Kristin duke thënë që ai e përdor këtë gjë sepse është një lojtar shumë i fortë dhe Casey ishte ai që ngatëroi situatën. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!